Atëre, ne në popull kemi një shprehje që nuk I jepet besa të pabesit. Sepse besën e shqiptarëve Rama e mori, e keqpërdori, e kriminalizoi kur erdhi në pushtet në 2013. Ju mbani mend, premtoi që do kishte 24 orë ujë. Premtoi që do kishte më asnjë abuzim në trajt koncesionit dhe prokurimit publik. Premtoi që do anullonte të gjitha veprimet e mëparshme të qeverisë Berisha për 1 euro dhe element të tjerë. 14 vjet, një njeri që merr mbështetje maksimale nga shqiptarët, duhet ta ndjejë detyrimin e besës dhe shpresës që ata I dhanë. Momentin që ai I shkeli me këmbë këto, nuk mund të kërkojë besë. Jam I bindur edhe nga reagimit që kam parë, përveç në punëve të administratës publike, ministra, zotëministra, drejtorë që dalin frishin në rrjetet sociale me në dorë dokumentin e Ramës, cilët u dha detyrë shtëpia ta lexonin dhe ta kuptonin gjatë pushimeve, është thjesht një mentalitet qeverisës Rama që kur erdhi si kryetari I Partisë Socialiste, po ta mbani mend, në dokumentat që ne bënim për arsimin, shëndetësinë, për ekonominë, ai nuk përdorte fjalën dokument, ai përdorte fjalën enciklika. Enciklika është një dokument që nxjerr papa, dhe nxjerr vetëm papa, dhe nxjerr për të drejtuar opinionin publik për çështje globale.